Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim gurabi gjalpi. Na duhet 200 gram gjalp, një kokorrez, sheqer plur, një shteshter dhe miell. Hedhim sheqerin plur dhe fillojmë të përzim me dorë. E kemi ngjeshur, e ndajmë në 2 pjesë. Dhe i japim formën me dorë. Kemi dhënë formën me dorë, e bëjmë me pirua në këtë mënyrë. Japim zbukurinë. Tani e presim në formë. Të njëjtë gjë veprojmë edhe me gjysmën tjetër. Kemi për me formë, kemi marrë një tavë, kemi vënë një letër kuzhine dhe i rendisim me radhë. Ne fusim në furrë për 180 gradë. Në pjekë. Kemi pjekur, i nxjerrim nga furra. Dhe tani i rendisim në një pjatë. Pasi i kemi renditur në pjatë, i spërkasim me sheqer plur. Ky ishte përfundimi të dashur miq, nëse ju pëlqeu mund të lini like, subscribe. Shihemi në videot e radhës.